Unë kam dëgjuar kohët e fundit që do prodhohet një mitër artificiale, e cila, pyetja është shumë e çuditshme kjo që po them. Dhe nuk e di a është e vërtet, po thjesht e kam dëgjuar. Kjo është a dalin fëmijë të shëndetshëm nga një mitër artificiale? Çiko, ne kur çuditesh edhe ti çuditem dhe unë. Në sensin që domethënë këto janë çuditëra që edhe për ne të teknologjisë, për ne ekspertët e IT-s, të bioinxhinierisë na duken çuditëra fakt. Por në botën e zhvilluar investohet, eksperimentohet, kanë kapital investimi që të bëjnë çuditëra. Tani, një kompani shumë e famshme, Ectolife, që kemi dëgjuar, u bë kjo virale goxha, ku bioshkencëtar, bioscientist, edhe biomedical engineers dhe inxhinier gjenetik, po bashkëpunojnë më të mirët, bashkarisht, për të krijuar një sistem robotik shumë interesant, që një fetus të rritet në kushte shumë optimale nga një mitër artificiale. Tani çfarë është kjo mitër artificiale? Është bërë shumë, unë mendoj që është një mekanizëm, është një pajisje biomjekësore shumë e ndërlikuar. Me sa kam studiuar dhe unë pak vetë, se ka shumë elemente në fushën e elektronikës, të informatikës, të kimisë, është një domethënë miksim i të gjithave për të nxjerrë këtë produkt. Dhe ai synimi këtyre është që fëmijët të jenë me kushtet më optimale të mundshme. Që do të thotë pikërisht pra, edhe sa kam parë dhe si projekt ofron kushtet optimale në raport, domethënë të ushqyerjes së fëmijës, me anë të kanalit umbilikal, të oksigjenimit, kanë të inkorporuar pajisje të tjera adicionale ose sekondare që monitorojnë vlerat jetike dhe parametrat e fëmisë, si ritmi kardiak, sasia oksigjenit, sasia dioksidit karbonit, procesi i rritjes, shikojnë, monitorojnë pikërisht pra dhe në trajt gjenetike dhe ADN-n e fëmisë. Unë mendoj se një projekt shumë interesant, ndihem pozitiv për të krijuar, ka filluar të krijohet. Madje ideja është që ky sistem robotik mund të merret edhe në shtëpi. Pra, një çift i ri mund të shikojë fëmijën duke u rritur në atë kapsulë hermetike, që është shumë interesante në fakt. Madje ky sistem robotik i ofronte nënës edhe një lloj veshje me sensor, që fëmia kur lëvizte në atë kapsulë, të ndjente goditjet, domethënë diçka shumë e bukur. Kjo mund të jetë shumë afër të krijuarit në vendet potenciale që investojnë në bioteknologji, si në USA, në Japoni, etj. Në Suedi, që kemi përmend, është pjedestar i teknologjisë. Por këto kishin nxjerrë dhe një lajm interesant që unë e quaj shumë larg pamës. Pra e vështirë të krijohet, që si sistem robotik, jo mitër artificiale, është mundësia që të krijohet nga projektimi në produkt përfundimtar. Bëhet. Por ato kishin deklaruar që dhe ne na duket shumë e çuditshme, domethënë, të dimë të programojmë fëmin në bazë të ADN-s, duke i përzgjedhur me atë një sistemi softwareik edhe ngjyrën e syve, tipologjinë, tiparet. Kjo më duket si prallë me mret. Ta shohim, do jemi dëshmitar të këtyre fëmijëve që do vinë nga një mitër artificiale? Pjesa e parë që mund të krijohet, po, sepse për çfarë është krijuar kjo? Kjo është krijuar për raste kur nënat për shembull kanë pasur sëmundje të rënda të mitrës, që është dashur të hiqet mitra, dhe kërkonin fëmijë. Dhe për të aplikuar fëmin tek kapsula e Ectolife, është procesi in vitro një herë. Po. Domethënë kur qelizat maskullore dhe femërore futen në procesin in vitro që të krijohet pikërisht fetusi primar, dhe më pas të implementohet në kapsulën hermetike që ka të gjithë kushtet si dhe fluidin amniotik, siç e ka dhe mitra nënës vet. Pra janë gjëra shumë çuditshme, shumë bukura, por që të bësh të mundur customization, domethënë për zgjedhjen tipologjisë tipareve të fëmijëve, unë e quaj shumë vështirë. Sepse është projekt inovator që sapo është edhe një projekt, ka filluar të ndërtohet gradualisht,